In a new Albania with Dr. Berisha, Në Shqipërinë e re me Doktor Berishën, you have a man who has saved lives. do të keni një njeri i cili ka shpëtuar jetë. Why not put your trust in a doctor to save Albania's future? Shqipëria s'mund ta lejojë një tjetër mandat të katër për Edi Ramën. Lasi Vita u bën thirrje merrni familjarët, miq dhe pushojeni nga puna e Edi Ramën. Ndër të tjera i u shpreh: Faleminderit Shqipëri, faleminderit për mbështetjen tënde dhe që ndan të ardhmen me shpresat e tua me ne. Shqipëria, sikurse dëgjuam dhe më parë, ndodhet në një udhkryq. Jo vetëm për ëndrat tuaja dhe të familjeve tuaja, por edhe për pozicionin e tij në arenën ndërkombëtare. Shqipëria nuk mund të lejojë dhe një mandat tjetër të Edi Ramës, ku korrupsioni, dështimi i ekonomisë, i cili ka shkatruar familjet, mungesa një mundësie e punësimit të qëndrueshme, gjithçka e cila përkufizon lumturinë tuaj. Edi Rama u ka marrë, por ju keni tani dhe një shans historik. Një shans që t'i tregoni botës që populli shqiptar e refuzoi politikën të kaluarës. Se ju nuk do të friksoheni dhe nuk do të rreshni së luftuari për familjet tuaja, por kjo ndodh vetëm nëse ju shkoni të votoni. Merrni me vete familjen, miqt, fshinjet dhe pushojeni nga puna e Edi Ramën. Në Shqipërinë e re me Doktor Berishën, ju do të keni një njeri i cili ka shpëtuar jetë. Përse të mos e vendosni besimin tuaj tek një mjek i cili do të shpëtojë të ardhmen e Shqipërisë me një plan real i cili do të rregullojë ekonominë dhe do të japi fund korrupsionit, dhe një plan real i cili do ta përmirësojë jetën tuaj. Vi sot tek ju si një amerikan i cili shet të ardhmen e ndritur të një vendi të madh dhe të një populli të shkëlqyer. E gjithë bota i ka syt nga këto zgjedhje. Votoni për të ardhmen tuaj, votoni për mbështetjen tuaj. Faleminderit Shqipëri dhe Zoti e bekov Shqipërinë.